Gjithashtu kemi mbërritur në fund të këtij emisioni, por edhe në fund të këtij sezoni. Ka qenë një rrugtim i mbushur me sfida, emocione, histori dhe mbi të gjitha me përgjithësi. Kemi qenë pranë jush duke trajtuar çdo problematik pa kompromis. Ky në fakt ka qenë misioni ynë dhe unë shpresoj që ta kem përmbushur me dinjitet. Dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për drejtuesit e Ora News, për besimin që më kanë dhënë gjatë këtij rrugtimi. Ka qenë një besim që nuk ma dha vetëm për një ekran, por në fakt më kanë dhënë mundësinë që të rritem profesionalisht, të sfidoj veten sigurisht çdo ditë dhe të bëhem kjo që jam sot. Për këtë do t'ju jem gjithmonë mirënjohëse. Falenderoj gjithashtu stafin e jashtëzakonshëm, bashkëpunëtorët, gazetarët, operatorët, regjizorët dhe të gjithë ata që kanë punuar me përkushtim shpeshherë larg kamerave, që çdo emision të vinte tek ju në mënyrën më të mirë të mundshme. Por, një falenderim sigurisht shkon edhe për ju që na hapët derën e shtëpisë tuaj përmes ekranit. Ju që na keni ndjekur, na keni mbështetur, na keni kritikuar kur ka qenë e nevojshme dhe na keni dhënë arsye që të jemi çdo ditë më mirë. Jetat dhe televizioni në fakt na mësojnë se çdo fund është edhe një fillim. Sezoni mbyllet këtu, ndërsa ajo që vjen më pas mbetet për tu parë. Deri atëherë unë ju falenderoj nga zemra për çdo moment që kemi ndarë së bashku. Faleminderit edhe një herë dhe ndjes edhe për emocionet. Mirupafshim.